Edi Rama zgjodhi të komunikojë me qytetarët në një tjetër formë, jo para kamerave, gazetarëve dhe studiove direkte, po përmes një aplikacioni të ri që ofron faqe sociale Facebook. Pyetjet e tyre i mori në faqen e tij me shkrim, kurse përgjigjen u dha live. Të parave që u përgjigjeshin pyetjet për reformën në drejtësi. Kryeministri u tregua i sigurt se vettingu, por dhe 6 ligjet e tjera që shoqërojnë paketën kushtetuese do miratohen me ose pa konsensusin e opozitës. Dua të shpresoj deri në fund se Partia Demokratike do të reflektojë dhe do të përpiqet si herën tjetër ta fsheh se nuk e do në fakt reformën në drejtësi, por me ose pa konsensusin e Partisë Demokratike ne do të shkojmë përpara, reforma në drejtësi nuk ndalet dhe këto ligje do të kalojnë me 84 apo më shumë të shikojmë votat e shumicës qeverisëse. Për koalicionin qeverisës, Rama tha se ka shumë gjëra për të rregulluar, por në gjykimin strategjik ka meritë se hodhi bazën e reformave siç u shpreh saktësisht ai. Kryeministri tha se do ulet të bisedojë me Metën për 4 vjeçarin e ardhshëm të qeverisjes. Së shpejti ne do të ulemi në tryezën e koalicionit dhe do të diskutojmë projektin e 4 vjeçarit të ardhshëm. Do të diskutojmë projektin e 4 vjeçarit të ardhshëm në mënyrë të hapur, në mënyrë krejtësisht konstruktive dhe në mirë kuptim plot, dhe do të vendosim se si do të paraqitemi përpara shqiptarëve për mandatin tjetër. Dhe të mos harrojmë që sot koalicioni ka edhe një komponent të ri, që është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Për rrugën e arbrit kryeministri pyeti Partinë Demokratike, pse nuk e ndërtoi atë kur ajo vetë ishte në qeveri, dhe përgjigjen e dha po vet, kur sqaroi se trashëgimi nga qeverisja e kaluar spati asgjë veçse një marrëveshje në parim me kinezët. Ne kemi negociuar me qeverinë kineze një formulë tjetër, jo borxh, por partneritet publik-privat. Projektet e rilindjes urbane ishin tjetër çështje ku ndal kryeministri. Ai cilësoi mite për të krijuar përçarje, thënien se qeveria ka diskriminuar veriun, si shembull solli Tropojën, ku së shpejti do të nisë transformimi i qytetit. I pyetur për aksionet antikanabis të policisë, ai tha se betejë kundër drogës nuk mund të bëhet sa hape mbyll syt, por aksioni në Lazarat e quajti një gur të rënd dhe fundin e Republikës së Turpit. Jashtë kësaj konference të veçantë, Rama nuk la më një ambatutat dhe e shpotitjet për disa pyetje të ndjekësve të tij. A do të muroni mua për ditëlindje dot? GRBJ të uroj edhe 100 gëzuar dhe gjithçka të do zemra. Ka shumë pyetje që bëhen për Saliun, po unë Saliut i kushtoj kohë vetëm tenten kur është në parlament.